Java kaluar ka qenë me të vërtet problematike për neve, e ka vënë shumë në pikpyetje oprimin e matutjeshëm. Nuk e dim saktësisht ku mund të jetë problemi, kush mund ta marrë ato, por kemi disa dyshime. Kryesisht mund të jenë në industri, do të thotë mund të jenë autolore, tash padosh të identifikoj dikon, dyshimet janë reale, për arsye se ato ujë përdoret për një arsye tjetër, ose mund të jetë të zbardhja e xhinsave. Është Legionella bakteria, një bakterie shumë e rrezikshme e zbuluar diku në fund viteve 70-ta, e cila ndodhet nëpër sistemet e ujit të ngrohtë, sidomos ato të mbyllura që janë. Por ajo rritet diku në temperaturat 20 deri 45 gradë Celsius. Megjithse uji jonë është më i ngrohtë, do të thotë është mbi 60 gradë, 70 gradë Celsius, prapë në disa gypa caktuar ose sistemin ku nuk ka pas ujë, për shembull, ku një kohë gjatë 6 muaj, një vjet e gjysmë, nuk kanë pas ngroje, edhe tash nëse nxirret ai uji parë fillestar, do të thotë ai pjesa parë e gypit, është e rrezikshme që depërtojnë ose të ketë bjetuar në bakterie për këtyre, e cila mund të jetë fatale për ata që përdorin. Ai ka shprehur një shqetësim për humbin e ujit të ngrohtë, gjithsesi vjedhin sipas tij nga konsumatorët që e shfrytëzojnë këtë ujë. Nësa unë kam shprehur gatishmërinë që nga java e ardhshme të përpilojmë një plan operativ ku së bashku me pjesëtarët që punojnë në ngrohtore, dalim në një kontroll dhe të eliminojmë këtë dukuri negative që po ndodh.